Duke nisur nga 12 tetori, shqiptarët që udhëtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian do të duhet të përballen me rregulla të reja në aeroporte. Ky ndryshim vjen si pasojë e zbatimit të sistem hyrje-dalje EES, një mekanizëm i ri digital kufitar që do të zëvendësojë vulat manuale të pasaportës me regjistrim elektronik. Udhëtarët, vendet e të cilëve nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, do t'i nënshtrohen sistemit të ri të kontrolleve, i cili përfshin marrëshenjash të gishtërinjve, fotografi, të dhënat biometrike të pasaportës, datat dhe vendodhjet e hyrjes dhe daljes. Kjo do të thotë vonesa deri në 3 herë më shumë se sa aktualisht. Sistemi do të regjistrojë të gjithë shtetasit që udhëtojnë në zonën Schengen për qëndrime afatshkurtra, por nuk do të përjashtohen edhe udhëtarët që janë të pajisur me vizë. Andre Rizzo, shefi i sektorit politik në delegacionin e Bashkimit Evropian, deklaroi më herët për televizionin Klan se nuk do të ketë penalizime për shqiptarët. Rregullat mbeten ashtu siç janë. Një shtetas shqiptar do të ketë drejtën e një qëndrimi 90 ditor brenda një periudhe 180 ditore, pra nuk ka kosto, asnjë ndryshim. Gjithçka mbetet ashtu siç është. Sipas Il Messaggero, procesi do të menaxhohet nga baza qendrore të dhënave EU-LISA me seli në Tallinn të Estonisë, e cila do të mbledhë informacion për të përmirësuar sigurinë dhe për të ndaluar emigracionin e parregullt. Gjithashtu do të llogarisë automatikisht sa ditë keni qëndruar në zonën Schengen dhe sa ditë ju mbeten nga afati prej 90 ditësh. Të dhënat do të ruhen për 3 vjet. Sistemi i ri i kontrolleve do të zbatohet në 29 shtete europiane, duke përfshirë të 25 vendet anëtare të BE-s, si edhe Islandën, Liechtensteinin, Norvegjin dhe Zvicrën. Jashtë këtij sistemi mbetet Irlanda dhe Çiproja, të cilat do të vazhdojnë të përdorin metodën tradicionale.